Filip mos u mërzit, se Filipi më tha nga Saranda, duhet ta njohësh ti. Ideja është që është për të ardhur keq mënyrën se si organizohet shteti. Dhe ke turizmi ajo gjen zbatimin më të dukshëm, sepse thjesht fare është e ardhura kryesore kombëtare. Pra, është produkti jon kryesor dhe kjo është e gjithë pranuar, nuk ke çfarë të diskutosh tu. Kështu që në gjuhën e menaxhimit, ne i themi do një menaxhim matricor, që do të thotë që ti jo vetëm bën një projekt, vë një drejtor, dhe ai drejtori nuk do shpiki. As ministri vetëm nuk do shpiki. Ideja është që... Po që ka një kryetar bashkie, mos e kuptoj, mos zero trotuaret, mos zotri, ke stadiume, kthej more pa parkingje, kur s'bëhet asnjë ndeshje aty brenda. Po nuk është vetëm... Okej, ajo është me dukshmja. Po nuk është problemi vetëm aty. Po jam të lutem, je biznesmen si përmars i suksesshëm bizneset e tua. Qa fantazie do, ti ishe edhe kryetari i bashkisë, që të kuptoje që për parkingje duhen hapësira parkingu vlla. Dakor, pra po. Ne humbëm çfarë shkencë do ka kaktu njëherë tani, se se kuptoj. Nga momentet më të rëndësishme, pothuajse të gjithë shkollat dhe kopshtet e Tiranës, po marr Tiranën, u rikonstruktuan, u zgjeruan nga e para për arsye të tërmedit. Në 2020, 19 e këtej. Se dua dëgjoj edhe çikën Enrico. Unë ngrita si problem para pak kohësh, asnjë nga këto nuk u shfrytëzua si parkim nëntoksor për lagjen, për zonën, me 1, me 2, me 3, me 4 kate, dhe do t'ishe një ardhur shumë e madhe për bashkit, sepse ishin pronë e tyre. Po lëre Tirana, se Tirana ka hapësira parkingi, Saranda, flasim për Sarandën, Zhak. Enrico, flasim për Sarandën. Është stadiumi në Sarandë, Zhak. Enrico, ti e di, a bëhet ndeshje aty fare? Po bëhet parking, më zotrim. Unë e trajtoj turizmin si eksport. Pse si eksport? Sepse është njësoj si kur domatat dhe kastravecat edhe mishin t'ja qonim atit atje, me i koj që ai vjen këtu dhe i konsumon këtu ato gjë. Eksport është, jo më nuk e thonë, është 23.7% është eksporti shqiptar, është turizmi. Atëre, gjysma. Duke patur potencial kaq të madh. Dhe është një potencial që nëse ne mund ta trajtojmë me kujdes, mund të shkojë edhe 60, edhe 65. Unë do të lidhja çështjen me atë që quhet shfrytëzimi i hapësirave urbane. Në Bashkimin Evropian ka disa direktiva shumë të veçanta për mënyrën se si menaxhohen hapësirat urbane. Si e bën Mykonos për shembull? Në kulmin e vet, në gusht shtator, si e bën Mykonos? Jam ku jemi, byth po byth jemi, këtu jemi. Të gjitha hapësirat urbane, të cilat gjatë periudhës tjetër të vitit janë në funksion për gjëra tjera, automatikisht kalojnë në funksion turizmit. Unë nuk e kam fjallën... është thjesht menaxhim. Nuk e kam fjallën vetëm për parkim. Thjesht menaxhim i resurseve dhe administrata. Do të thotë. Mos i parkoj fare makinat brenda qytetit. Hapësirat e lira që janë për sheshe ndërtimi dhe pjesë të gatshme për këtë punë, ai jep për t'i ndërtuar me kate, parking me kate. Me një... Rritet koeficienti i shfrytëzimit tokës. Me një synim, pra, i heqi bën taksat zero për ndërtim. Sa parkinge me kate ka Saranda sot? Po s'ka asnjë, nuk është puna. Shqipëria. Po them, Greqia, Kroacia, Durrësi u bë tani me një. Durrësi u bë me një. Por flas një minutë, lutem. Por flas për hapësirat urbane. Një nga çështjet është parkimi. Po një çështje tjetër që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me turizmin është ofrimi i hapësirave urbane për të bërë veprimtari kulturore, artistike, që kur të vinë ata turistët kenë çfarë të shohin. Ndërtim i dhënia e lejes të paktën një ditë në javë që në këto hapësirat urbane të bëhen tregje lokale, që turistët të shkojnë dhe të